Në ditën e dytë të homazheve publike për Papën Francesku, radhët e njerëzve që prisnin për të bërë nderimet e fundit u zgjatën me orë të tëra përpara bazilikës së Shën Pjetrit në Vatikan. Vatikani njoftoi se vetëm deri në mëngjesin e sejntes, rreth 48.600 persona kishin kaluar përpara arkivolit të Papës, i cili është vendosur në një ambient të veçantë për vizita publike. Ceremonia nisi të mërkurën dhe për shkak të interesit të madh, bazilika qëndroi e hapur deri në orët e para të mëngjesit, për të rihapur sërish në orën 7. Francesku ndëroi jetë të hënën pas 12 vitesh në krye të Kishës Katolike, i njohur si një zë i të përjashtuarve dhe i reformave të thella në Vatikan. Për funeralin e tij, i cili do të mbahet të shtunën, autoritetet italiane kanë nisur një operacion masiv sigurie, duke pritur rreth 170 delegacione të huaja. Ndër personalitetet që do të marrin pjesë janë presidenti amerikan Donald Trump, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky, princi britanik William, si dhe lider të tjerë nga e gjithë bota. Ndërkohë, Rusia ka njoftuar se do të përfaqësohet me ministrin e saj të kulturës.